Kur shkojmë atje, te parkimi për të marrë makinën tonë, ai pronari i parkimit filloi të mbante shënim të gjitha danat e burrit tim dhe i tha që do ja jap pronarit makinës që ti i shkaktove damin dhe ti do paguash damin. Tani, kishte një problem. E para, tek makina tjetër, neve pam që gërvishtjet nuk ishin fare në ngjyrën e makinës tonë, sepse normalisht kur prek makina që bën gërvisjen makinën tjetër, le shenjë. Te makina tjetër, shenja e lën ishte në ngjyrë jeshile. Makina jon ishte gri. Tjetër, makina jon nuk ishte asnjë gërvishtje, sepse normalisht duhet të linte edhe makina tjetër shenjë te makina jon në momentin që ndodh gërvishtja. Makina jon nuk kishte asnjë gërvishtje. Dhe duke që kjo ishte bërë kastile, dhe gjëja e parë që ndodhi është që punata ime i tha atij pronarit, po ti neve na pe me targa shqiptare dhe the hajde t'ja ngjecim këtyre, sepse duket qartë që ajo thyerje dhe gërvishtjet e makina tjetër nuk është bërë nga makina jon. Dhe po, unë shkova pastaj dhe thash, domethënë ti do që të na ngjecësh, do që neve të paguajmë damin që ka bërë dikush tjetër. Okej, shumë mirë, ti mbaj të dhënat, ti gëzosh, ne do bëjmë foto që të kemi fakte që ato gërvishtje janë bërë nga një makinë tjetër dhe t'ia dërgojmë personit kur na kontaktoj. Dhe unë i kam bërë foto pjesës gërvishtur, atje dhe që ishte me gërvishtje jeshile, dhe i bëra foto dhe makinës tonë afër asaj makinës tjetër, që ata të kuptonin që makina jonë është gri dhe jo jeshile, dhe ai pronari aty parkimit të mante përgjegjësi dhe gjente shkaktarin e vërtet të gërvishtjes, dhe jo persona që mund t'ja ngjecën meqense nuk ishin nga vendi aty. Dhe kështu, si përfundim, ai pronari erdhi afër te xhami dhe tha, shiko, tham po i mbaj një këto, po do ta rregulloj unë, tha. Dhe po, nuk mori me askush në telefon, dhe ajo histori dhe situatë u mbyll aty. Megjithatë na mërziti edhe na e prishi pak ditën, por që ne vazhduam normalisht qëndrimin ton aty dhe kështu. Po sa bukur dhe sa për të ardhur keq është kur shqiptarët duan t'i ngjecin gjëra shqiptarëve, meqense nuk jetojnë pikërisht në atë vend. Shumë keq. Megjithatë, po të kishte qenë burri im, është e sigurt që do kishte paguar kush e di sa lekë për damin e shkaktuar. Rrofshin me femrat që shikojmë detajet, edhe që normalisht shpëtuam nga kjo gjë që donin të na ngjecnin. Dhe kështu kjo ishte historia që doja t'ju tregoja për sot. Neve do shihemi shumë shpejt në një video tjetër. Bye!